do doja që ta filloja me veten. Sepse kisha menduar në kokën time dhe po thoja si fillim. Do bëj një monolog, do marr një histori, do kemi orën do flasim për historitë dhe pastaj do të kemi një të ftuar të njohur. Të njohur, një specialist. Dhe nuk më vinte sepse para të më ndodhi diçka. Pra, po e marr gjithmonë atë sekuencën e historinë e podcastin Alketës. Alketa Vesiut isha në një podcast për ata që nuk e kanë parë, një podcast që eci shumë, nuk e di pati rreth 300.000 klikime, nuk e përmend kohë, po e përmend sepse pati një interes shumë të madh për historinë time të divorcit dhe mënyrën se si e trajtova unë atë. Më shkruanin shumë njerëz për atë podcast dhe më thanë që je shumë e guximshme. Unë në fakt nuk kam thënë treçrekun e historisë sepse janë gjërat e mia personale. Unë kam zgjedhur të them ato që dua të them. Janë të vërteta absolutisht, por zgjodha ato. Dhe pyesa njerëz e thoja, i thoja, ku është ky guximi im kaq i madh? Unë nuk po them gjëra detaje të historisë, sepse padyshim duhet të mbroj dhe ka fëmijë të mes, është ish bashkëshorti, familja ti, familja ime, çdo njeri. Më thanë guximi është që ti u tregove e fortë dhe e pe martesën nga jashtë dhe më pëlqeu shumë forca jote. Kështu që unë pa pritur, mes gjithë kryqeve dhe peshave, mora dhe peshën shumë të madhe të bravo të qoftë, sa e forti. Që është pjesë, pra unë jam e fortë. Por, ajo qa e kam shumë të vështirë që njerëzit ta kuptojnë, dhe nuk kam faqe se kuptojnë, sepse ne dalim në ekran, zhdukemi, dalim 5 minuta zhdukemi, ato 5 minuta ne nuk qajmë, kemi një veshje të bukur, kemi një muhabet, kemi një qeshje, kemi një muzikë, dhe ti këto pikat i lidh bashkë dhe vazhdon ky njeriu i fortë, i reatuar, i lumtur, ka biznesi, ka lekët, ka këto dhe nuk di asgjë tjetër, as mbledhjet, as frikrat, as streset tona, as fakti si do i paguajmë rrogat në fund të muajit, as goca më ra në mësime. Pra nuk i dim këto të gjitha. Ato njerëzit lidhin publikisht pikat e gabuara. Pikat që ne vendosim t'i japim. Dhe për më tepër në Shqipëri. Kur do filloja podcastin, pra kur thash këtë ftoj, dhe kush të rrëfej, thoja me vete, ore, unë dua të rrëfej këtë gjën. Për mua ka një gjë aty, një lost in translation, një humbje në përkthim që ka ndodhur tek ai rrëfim që unë bëra tek Alketa dhe tek unë. Sepse unë jam në proces transformimi, por është proces. Ajo që as kuptohet tu që kjo është proces. Ashtu siç mua njerëzit më shihnin, më thoshte ti frymëzove, tani më jep dhe mua mendim si ta bëj unë historinë time. Madje më vjen të keq të thoshin njerëz edhe unë dua të ndajmë. Tash një sekond, grua, mos merr mendimin tim, nuk e di si është situata. Bë analizat e tua. Unë nuk kam kaluar depresion në jetë, nuk mendoj, mund kam kaluar orë depresive. Në filozofinë e mos të çuarit nga krevati, se nuk e kuptoj tamam. Ankthet e mia, siç ishte ankthi sot para programit, janë ankthe si para provimeve, pra një ankth normal, nuk kam pasur marrje fryme ose fle gjumë, por pata një moment që realisht nuk ishte relaps, por ishte një moment shumë i vështirë, sepse kam kaq shumë presion në këtë moment, që fillon me kompaninë e re ku jemi me Andalen. Mora një letër nga zysha e vajzave që vajza ime vogël kishte pasur probleme, kishte dorëzuar detyrat, ajo është ose 10 ose dorëzonte detyrat, kështu që më duhej që mes stresit dhe punës të gjej një orar 4-6 që të shkoj prap të bëhem roja e kam quajtur roja e detyrave. Ndërkohë emisioni, fakti që un kam një rutinë palestre të cilën edhe e teproj, dhe nuk e di pse, më është bërë që duhet shkoj patjetër në palestër, dhe kisha një moment që nuk çosh ato nga krevati. Dhe pyeta veten pse? Po i bëj unë të gjitha këto. Pse nuk e thjeshtësoj pak jetën time dhe pse kam kaq frikë ta thjeshtësoj? Pyetja më e rëndësishme, pse më duket vetja e pa vlerë? Në rast se unë nuk bëj një gjë. Kam ankthi që çfarë do thonë njerëzit? Do më thonë ja ti, se ti ke bërë të gjë dhe ne të pëlqyem, po tash po dështonesh, ky është i stresi personazhit publik, që është nuk e di domethënë. Dhe pastaj prapë zgjedh të gjë. Stresin që jam prindur se gocat e mia në adoleshencë, ja shpëtova unë pastaj, ja sika, por i shumë në punë. Këto mangthet, po jo dëshëndoshe më shmosha, 40 e ca vjeç, po më filloj rrudhat. Jo është gjithë të strese që pavarësisht se çfarë thash unë tek Alketa dhe që është e vërtetë edhe ajo, në këtë rrugtim un kam gjithë të pesha dhe thashë di çfarë do bëj terapi. Do e mbaj Jonën në studio. Do bëj terapi me ty. Thash do filloj me terapi të parën, sepse un me psikologën nuk kam pas marrëdhënie shumë të mirë dhe ndoshta fakti që më pëlqen shumë mikrofoni dhe të jem publike dhe
ne jemi pak të sëmur dhe pak narciza nga natyra. Ti do më korrigjosh, do thuash mos e thuaj këtë se nuk vetë diagnostikosh, po them që jemi pak të sëmur nga natyra. Jona, çfarë po më ndodh? Faleminderit që po e ndan, se të ndash është guxim me para. Më lejo të bëm pak ndërhyrëse në gjithë këtë që them. Se pak më herët që nuk e di nga vjen kjo ndjesia për kërkesa të mëdha ndaj vetes, për të bërë gjëra të cilat ti bën, por nuk ndihesh që janë plota për ty. E mban mend kur ka qenë hera fundit, ose ndoshta hera më e rëndësishme për ty që të ndjer kështu, para kësaj. Mban mend ndonjë episod tjetër? Patjetër ka qenë mbas divorcit, në muajt e parë mbas divorcit. Ka filluar aty? Kjo ndjesi? Po, ka qenë. Unë kam episode të tilla që më përsëriten, kur ngarkohem shumë, por pas divorcit ka qenë një moment që kishte kryesisht lidhje me mua, me ngarkesën time të qenit nën dhe të mbajturit një fytyrë, pra një fytyrë force që po e përballoj sepse këtë duhet ta tregoj edhe tek fëmijët, që gjithçka po përballohet mirë. Okej. Mendoj që ka qenë një episod ku goca nuk donte të shkonte në shkollë apo po bënte rezistencë, ndërkohë ishin këto debatet që janë pas divorcit, debatet ato janë ato muajt e parë ku ka shumë debate të nxehta midis partnerëve dhe Majmund e kam gdhir deri në orën, ka qenë rreth orës 5 të mëngjesit tek dera e gocës, ajo refuzonte të dilte nga dhoma. E dija që duhet thjesht ta lija të qetë, sa e do dilte. Ai donte kohën e vet dhe po bënte atë, kishte revoltën e vet. Por unë vazhdoja rri aty dhe thoja Zotit që pse? Pra, duhet i gjeja, ndërkohë po mendoja se çfarë t'i gjej vajzës që ai të dal nga dhoma, si të sillem me të, ndoshta po e teproj. Ishte edhe ndjenja fajit, që këto situata krijohen edhe mas ndarjes. Ndërkohë ishte ndarja dhe ndërkohë unë duhet të shkoj edhe në punë sepse kisha një takim që duhet ta bëja dhe unë duhet të shkoj në punë të bëj takimin. Pra ishte një moment që ka qenë shumë i vështirë për mua derisa u lëshova. Kjo pjesa e frikës të qenë vulnerabël. Shikojmë Dalinën tek dera, ku është vajza e mbyllur në dhomë, shikojmë Dalinën te puna, shikojmë Dalinën tek marrëdhënia e paszgjidhur, pra ishte akoma e paszgjidhur, një lloj konfuzioni mes të treja, mes gjitha rolave, se mund të jenë role të tjera, dhe kjo për ty si ndihej? Ishte shumë strapacuese, shumë e vështirë. Dhe unë mbaj mend që ka qenë një moment që kam qenë në parkingun e pallatit tim, ishte një këngë Billie Eilish dhe po e dëgjoja atë dhe vura një peshqir, ishte peshqiri i palestrës se unë shkoj në tenis, dhe vura në gojë dhe kam ulëritur. Domethënë, ishte i vetmi moment që unë të gjithë të presionin e sa rëkurat skenën dhe më prekem tash, se vura peshqirin këtu dhe ulërisja në parking. Çfarë kishte ulëritja? Çfarë ndjesie kishte? Ishte shumë çliruese, por pastaj ajo këngë më bë pak neveritse. Nuk e dëgjoj dot më. Pra se më kujton atë gjë dhe nuk dua ta dëgjoj më atë këngë. Kjo më ka ndodhur edhe kur vdiq babi që qaja, pash trupin e tij të shtrirë në krevat, s'kisha parë njëri të vdekur më përpara, pash babin tim, dhe ndërkohë mendoja dhe shija përreth edhe rrethanat, kush ishte aty, ç'a ndodhte, pse ishte lidhur koka. Pra e kisha dhe këtë pjesë që funksiononte dhe këtu në parking, ndërkohë që ulërisja, thoja sa makina ka apo kalon njeri. Pra ishte edhe kjo gjëja që më shoqëronte. Pate një fraksion që çoi tek babai, nuk e dim pse ka çuar te babai, ai moment, pate një moment që ishte e vetëdijshme për mjedisin rreth e rrotull teje, ka makina, ka njerëz, dhe ishte fokusuar njëkohësisht dhe ti bëje mirë vetes, gjeje një mjet që ta ndihmoje që ishte peshqiri, dhe muzika ngushëlluese në atë moment, por tani nuk e duron më sepse ndoshta mund të jetë lidhur psikologjikisht ai moment edhe nuk dëshiron ta rikthesh, ta ripërsërisësh. Pse te babai? Pse çoj atje? Po sepse unë jam gjykuar shumë për atë histori, për jo shumë nga shumë njerëz, jam gjykuar nga njerëz cilët në atë periudhë kohë dëgjoja mendimin, pasi unë pata një kthjellim shumë të shpejtë të situatës. E kuptova, kishte ikur,
Dhe tashi më duhet të merresha me organizimin e varrimit. I bëra fjalimin, nuk e besoja kur, nuk mund ta kuptoja që një njeri, qoftë një mik i tij, të bënte një fjalim dhe të fliste për atë se nuk duhet ta shija atë lloj varrime që më duken pak falso. Edhe pse ai miku e donte dhe babai im ishte një njeri, për të qenë i madh ishte një njeri që duhej shumë. Dhe u kthjellova aq shumë, u krefa, u lyva, bëra varrimin, ndërkohë fjeta gjumë. Kam fjetur gjumë. Kam fjetur edhe gjatë wake quhet, ajo pjesa kur e ke arkivolin në shtëpi. Kam fjetur gjumë. Kam bërë biseda, kam dalë për kafe me mikeshat e mia, kam qeshur gjatë asaj kohe. Pra bëja gjëra normale dhe për të cilat, si thuash, më mjaftoi vetëm një njeri të më thoshte që çalloj specie je ti që e bën këtë gjë, që nuk e çon, domethënë nuk e vuan këtë gjë. Çalloj specie je. E ke dëgjuar nga dikush? Nga dikush që në atë moment vlente shumë mendimi i tij për mua. Unë nuk e kuptova se thash, më duhet të marrë në kontroll situatën. Okej. Do thënë edhe mami im më shumë, unë e shohin çik si zonjë lë këtë gjë që ti duhet ta mbash. Dhe mami im është e tillë, njerëz të tjerë që janë ulërisin dhe unë qava kur pash makinë arkivolit poshtë, se kuptova dhe shkallëve kam ulëritur, po pastaj u ballafaqova me të vërtetën edhe u ktheva direkt në jetën time. Dhe këtë gjë e kam bërë shpesh, ballafaqoj të vërtetën, kaloj krizën time të momentit, ulëras, bëj skena, kam ulëritur gjatë një ndarje diku në jetën time, kam ulëritur në mes të një qyteti, në mes të rrugës. Pastaj them, okay, mblidhe veten, vazhdo se kjo është. Në ndërkohë unë jam keq kuptuar gjithmonë për këtë pjesën. Ndjeve gjykuar kur tu tha që si është e mundur që ti e përjeton. Unë se thash, mos jam ndonjë lloj specie kafsh, mos jam ndonjë kafshë e çuditshme, e ftohtë. Thash çfarë lloj qenie jam që okay, kaloj te vetë gjykimi. Te vetë gjykimi, shumë i fortë. Okay. Mos jam e pandjeshme ndaj situatës, mos jam e pandjeshme ndaj divorcit. Sepse e njëjta gjë më ndodhi dhe me të. Ndodhi e fika me kuptimin që kjo është, tash do merremi me këtë gjë. Dalina, unë dëgjova diçka që the, unë ishte dhimbja, e pash, e përjetova, domethënë e pranova që ka ndodhur, dhe më pas tash okay, do të rikthehem. Ka gjithmonë një duhet tek ty që vjen, por në të njëjtën kohë the që unë e procesova dhimbjen në mënyrën se si e ndjeva. Domethënë atë mënyrë më erdhi. Edhe the diçka, kam parë mamin tim që kthehet, domethënë është një zonjë e cila kështu ka vepruar dhe ajo. Një imazh i cili mund të jetë lidhur. Mami im ka kaluar smundje të vështira dhe nuk ka folur kurrë për ato. Madje mami im refuzon të ndante problemet e saj shëndetësore me ne. Babai im ka pasur një rast shumë të vështirë jetën e vet ku përpaksa nuk ekzekutuan në vitet e errta të 97-s, ka ardhur me një këmishë të zbërthyer, flokët kaçurela, siç nuk e kisha parë kur kaçurelat e tij të rinis, dhe buzëqeshi. Domethënë ne jemi rrinë familje që i mbanim shumë gjërat mes veti. Dhe ndoshta mund të jetë dhe kjo, nuk e di, e kishim kështu si krenari, por kjo unë nga ana tjetër kam parë një perceptim tjetër për këtë gjë, më jam quajtur e pandjeshme. Në fakt këtu do të ndaloj pak sepse ndodh shpesh. Fakti që ne gjykohemi për mënyrën se si e përjetojmë humbjen, pra sipas njerëzve duhet të ketë një mënyrë të njëtrajtshme, ku secili prej nesh e përjeton në të njëjtën formë pjesën e humbjeve, edhe humbjeve që janë të rëndësishme për ne. Pra në portretin që të shfaqet në fillim është ti duhet qash, duhet ta vuash, duhet ta tregosh dhimbjen tënde, që të tjerët ta dinë se ti po vuan. Por në njëjtën kohë ty të është dashur të ballafaqohesh me një koment nga një person që ti e vlerëson. Pse e ndjen kështu? Pse nuk e ndjeve në këtë formë? Atëherë ti nuk po vuan. Ka lënë kjo diçka tek ty? Po, për një kohë të gjatë më la, jo se e kujtoj atë, por në raste të caktuara kur unë blidhja veten, se mua kanë ndëgjuar dhe gjëra tjera që për mua janë shumë të rëndësishme, për tjetër ndoshta si janë shumë të rëndësishme. Nuk ishte vdekje, po ndarjet janë të rëndësishme. Heqje nga puna më ka ndodhur. Kur u prish Hostel Bajanabel, që ishte një investim dhe ishte gjithë shpirti im në atë punë, më mend që vajzat e zyrës po qanin dhe unë isha okay. Kam qenë vetëm një herë në dush për lodhjen time. Dhe her pas here më kujtoi kjo dhe unë kaloja në një gjykim
të vetes, çalloj, realisht pyetja ime çalloj mostre je. Mos ti s'ke ndjeshmëri. Unë edhe kur mami im po kalonte një smundje shumë të rëndë, unë i bëja shaka asaj dhe thoja ore e ndjeja vetë sikur ore pyesja, ore je në rregull? Je në rregull me këto pyetje që bën. Edhe mami im qeshte se jemi mësuar me këtë gjë që i bëjmë kështu situatat. Okej, vazhdon të mendon atë moment që të është thënë duhet ta kalosh vuajtjen në këtë formë dhe jo kështu siç po e kalon. Po, pra, si thash, nuk është se unë e kujtova tani, nuk është se më kujtohet shpesh, por kam përshtypjen që është aty me mua, është bërë, si thua, është përshtatur. Del në situata të ngjashme, për shembull, në momentin e prishjes, martesës, që se unë ta them kështu, prandarjes. Po. Edhe kur për shembull kur më duhet të heq njerëz nga puna, dhe gjatë punës unë jam shumë e përkushtuar edhe bëjmë shaka e kështu. Pastaj kaloj në një kështu bllokim total sepse unë thjesht mendoj që jam okay me gjykimin, nuk kam çfarë të bëj më për këtë gjë. Nuk kam çfarë të unë marr mësimet e mia dhe të vazhdoj. Por në sy të tjerëve dhe unë e ndjej shumë, kam dëgjuar të thuhet për mua, madje e them gjithmonë ka qenë një shkrim që ajo është Hitler në sjelljen e punës, se kështu është e ftohtë, nuk ka, domethënë unë jam shumë e ndjeshme, por mendoj bëj një lloj analize në atë moment dhe them në një moment krize, unë besoj që kjo për mua shumë e shëndetshme se unë e mbledh veten. Unë dua t'i bëj varrimin babit, dua që asnjë të mos flas në varrimin e babit. Kam shumë të nevojshme që mos flas asnjëriu i fundit fare. Kolegu i punës sime që nuk e ka parë kur babin tim në jetë dhe nuk foli njeri, dua ta respektoj babin në fund, pra kam një kështu vet kontrolli. Unë dua që të kthjellohem pas divorcit, ta marr veten në kontroll, të jem fizikisht në rregull, të jem në punë në rregull, të jem në këtë në rregull dhe gjitha këto, kjo dëshira që ta kem gjë në kontroll, të jetë sa më mirë sepse unë këto jetë ky nxitimi për ta qenë gjën perfekte, mos jesh vulnerabël. Kjo është ajo që më kalon, pastaj kalojnë ato orët e krevatit që nuk dua të çohem. Okej. Tani që po e thoje, po e flisje gjithë këto që ke brenda, çfarë ndjesie të la? Më dhimbse të vetja. Kam një që nuk do qaj, po më dhimbse pak vetja kur e them. Më dhimbse se është si luftë. Ky portreti të fortit është dhe kaq i keq kuptueshëm dhe i gjykueshëm. Okej. Që ti nuk viktimizohesh, është shumë i gjykueshëm. Dhe të thonë ti mban kjo, dhe ti gjithkohës mban. Ti në qoftë se ankohesh, pastaj ti ke frikë, se po ankohesh thonë dështove. Që ke si. Dhe fjalia që mua më vjen është një zhurmë, që më vjen është që ka si gjithë tjerat kjo. Kjo lufta ime për të qenë që më thënë, që ka si gjithë tjerat. Ua. Hajde më. U bë dhe kjo si ato. Ky është një mesazh i parë që themi nga jashtë që e morën në momentin e humbjes së babait, që ti nuk duhet ta kalosh vuajtjen kështu siç po e kalon për të qash. Pra ishte kundër atij sistemi të ngritur që unë jam e fortë. Pra ti duhet ta shpresh, por kjo është një lloj keq kuptimi, sepse ç'e tham, humbja mund të përjetohet si tek çdo kush ndryshe. Ti e vuan në mënyrën tënde humbjen. Por mund të ketë momente tjera që ti ke marrë mesazhe nga bota që duhet të jesh e fortë, duhet të mbash gjërat në kontroll, pra e kundërt asaj që të është thënë në humbje. Ka ishte pyetja, ka që momente që duhet të jem e fortë. Po. Jo se më kanë thënë duhet të jem e fortë, sepse po të më thonë duhet të jem e fortë, duhet kem darë një hall edhe bëu e fortë. Okej. Por gati nuk e besojnë që us jam e fortë. Okej. Nuk e besojnë. Nuk e besojnë që us jam e fortë. Është të hajse e bën ti. Besimin këtu, që është besimi është diçka më e fortë se mendimi. Pra besimi që unë jam e fortë dhe ti nuk e beson që nuk je e fortë, them. Kështu që është diçka që ti shkon pas me sjelljet më pas. Fillon dhe sjellja jote del jashtë. Përmes asaj që duke treguar njerëzve, shiko, unë e bëj këtë, e bëj dhe këtë, e bëj dhe atë. Dhe siç e tham më herët, është që ne fillojmë dhe themi me veten tonë para njerëzve, unë mund ta bëj, nuk dështoj, nuk mundem që të dal jashtë pritshmërive tuaja, kjo në mendjen tonë, dhe fillon edhe luhet jashtë nesh gjithë kohës. Dhe themi pastaj, po pse ndihemi kështu? Pse ndihemi bosh? I kthemi gjithë asaj që them më herët. Unë ndihem bosh duke bërë këto aktivitete, unë nuk çohem dot nga krevati. Pra, po të shikosh, gjërat janë nën sipërfaqe që aktrojnë dhe luajnë, ndërkohë që ne nxjerrim në pa vetëm faktin që nuk ngrihemi dot,
nuk mundem t'i bëj, nuk më pëlqen më të bëj gjë që kam pas pëlqyer dikur. Dhe kemi shkuar në nivel më të thellë emocional, kemi humbje, kemi momentin e ndarjes, kemi faktin që tashmë duhet ta shikosh veten ndryshe në raport të prindërimi me fëmijën dhe kemi një ndryshim total të jetës. Dhe këtu ka një zonë të re, cila është zonë e frikës. Pse? Sepse është një zonë e panjohur që ne duhet të shkojmë. Dhe fillojnë dhe dalin më në sipërfaqe dhe ndihen më shumë kështu. Nuk e di se si të vjen e gjithë kjo. Jo, kuptoj dhe kjo pjesa e zonës frikës është një gjë që unë vazhdimisht i bëj terapi vetes për frikën edhe madje unë ka shumë gjëra që i kam bërë që tjerë kanë frikë. Unë besoj që nuk kam frikë për shumë gjëra. Po them jo gjëra fizike hedhje nga avioni këto se ato nuk kam qejf t'i bëj. Por për ato që kam kapacitet unë, mendoj që e kam e marr si me inat që unë nuk do kem frikë. Unë ajo që më bezdis mua është dhe pikërisht kjo që është një pjesë inati që ti marrësh si me unë edhe për momentin dhe palestrën e kam me inat. Okay. Se s'di ku do më shkoj, për shembull unë kam kaq ngarkesë palestre për momentin që luaj tenis, që bëj spinning, që bëj pilates fillova, që bëj pesha. Dhe them, çfarë jam duke bër? E kam me inat ushqimin, e kam me inat domethënë andalen që unë duhet shkoj aty ku do shkoj dhe gjithë kjo inati është presioni inati dhe ku do ja tregoj këtë inat? Okay. Ku t'ja tregoj? Ndërkohë që unë jam prap ai njeriu që jam këtu duke bërë terapi live, pra unë jam edhe njeriu që guxon edhe është i lirshëm dhe unë më duket sikur jam e dyzuar, jam dy personalitete. Okay. Dhe tjetra që unë e marr me inat. Pra është një luftë e vazhdueshme mes asaj që po ndodh jashtë edhe asaj që po ndodh brenda teje. Pra duhet, a mos është fjala sërish duhet që ti duhet i bësh të gjitha këto dhe jo që do. Në të vërtetë. Po, patjetër që një pjesë të madhe të gjërave nuk dua t'i bëj. Por nuk e beson njëri që s'dua. Dhe kam përshtypjen që një pjesë është e këtyre duhet, sepse ndoshta unë e kam ngrënë, pra janë futur në këtë film edhe nëse unë bëj një devijim, kam frikë se quhem e dështuar edhe kjo s'më pëlqen, nuk Okay. Si unë ndjeve të një që fole për gjithë gjëra që ti vërtet do t'i bësh? Po më shijojnë. Domethënë unë mundohem ta gjej kohën për të bërë dhe gjërat e mia dhe i them njerëzve realisht e kam qejf dhe këtë. Nuk është se kam qejf për shembull andale, nuk është se kam qejf kreativitetin, po këtu janë dhe shumë gjëra të tjera që unë i kam qejf, nuk kam qejf të jem CEO. Nuk më pëlqen kjo e menaxhimit. Kam qejf të ri aty, të ndihmoj njerëzit me programet, me këto dhe të zhdukem. Kam qejf të rikot, pastaj të zhdukem të bëj ecjen time ose ti ke në një vend të dëgjoj muhabet idiot me një të panjohur komplet edhe më shijojnë shumë, të shkruaj një film kur të dua unë, kam qejf të jep përgëdhelur financiarisht deri në maksimum. Më pëlqen shumë ajo pjesa e luksit, apo të merrem me një veshje, të bëjmë komplet varitoze, të flas 2 orë për një Jo, atë nuk e kam qejf, po kam qejf të blej më shumë se sa të flas për veshjen. Po jo më pëlqen, por ndërkohë këto nuk më identifikojnë mua në raport me njerëzit. Këto janë të tjerëve. Këto të tjerë janë kërkesat. Këto gjëra që dua unë i kanë të tërë. Kurse unë kam këtë pishtarin që ju se ke ti këtë dhe bravo të qof për të, bravo të qof për të. Dhe them, okay, po. Ka qenë një kohë gjatë që ke qenë në zonën që duhet i bësh gjëra që tjerët presin prej teja? Është shumë. Është nga ardha, kam përshtypjen që kur i kanë Amerikë. Unë jam rritur me një baba shumë të zot, edhe një nën shumë të zonjën. Të dy drejtues në çdo lloj profesioni, ishin drejtora, ishin gjyshi im i tillë prap. Kështu që kanë qenë të gjithë shumë të zotë në punën e tyre. Nuk më ushtronin presion shumë të madh gjithkohës, domethënë, por ishte aty. Ishte aty, ishin njerëz që takonin, miqtë e tyre. Pra i ma për shembull e takonin njerëz që ishin të pasur, të huaj. Dhe babi nuk bënte krahasime, po thoshte një fjali. Thoshte edhe për shembull thoshte Chelsea Clinton, vajza e Clintonit, thoshte shi sa bukur vishet, ka kashmir, pra vishu thjesht. Thonë, okay, po kashmir 500 euro. Po më vinte ose më thoshte kur isha e vogël, që nuk e di sa veta e kam bërë këtë në Shqipëri, pa i më thoshte, duke mbaj mend kemi qenë në bulevard, në kohën e komunizmit, ai thoshte, shikoj një ditë të shkosh në Harvard. Më ka thënë në komunizëm kam dëgjuar fjalën Harvard. Që shkova.
Mami im ndërkohë ka gjithmonë ka respektin, gëzon një respekt të jashtëzakonshëm me të gjithë njerëzit. Unë zihem me mamin, por ka një respekt si pediatre kudo. Dhe është pra you have to keep up, pra unë pse nuk jam kaq e ndjeshme sa mami im? Pse ndoshta nuk bëra ose as arrita financiarisht kaq gjëra sa babi im. Domethënë është pastaj pjesa pse u ktheva nga Amerika, dështova, unë ktheva nga Amerika, se në 2002 kthesh nga Amerika ishte dështimi i madh, nuk kthen njëri nga Amerika. Kështu që ta thonë ato, po pse u ktheve, pse? Ç'a pate, erdhe këtu, pse erdhe? Kjo gjëja që është. E përjetove si dështim nga ato që jo, nuk e përjetova shumë, më bon ta përjetoja ndjeva. Dhe unë her pas here kam një pikë pyetje që pse nuk provova më shumë? Nuk e kam pse dështova, se nuk është se provova shumë që të dështoja. Erdha, edhe isha jam e lumtur që erdha, jam shumë e lumtur. Por ishte ky presioni. Pse kjo? Plus presioni pastaj edhe fizike dhe gjëra të pse shëndoshesh, pse dobësohesh, pse ja, dalin disa gjërat cilat ti po i kalon aktualisht. E themi, ajo që prindrit, nëse më lejon, kanë vendosur në momentin që ti ke qenë më e vogël, kanë thënë, shiko, është dhe kjo mundësi, dhe ti janë hapur shumë mundësi, edhe qoftë imagjinare, pa realizuar akoma, dhe pse i ke realizuar, cilat janë kërkesa ndaj teje, për të shkuar ti plotësosh. Dhe më pas je kthyer, je përballur me ato që njerëzit kanë bërë të përjetosh, ku në fakt ti vetë, duke i zhveshur ato që t'janë mësuar, nuk do ta përjetoje. Pjesën e dështimit, një kthim në vend ku ti e ke menduar të tillë, për shumë arsye. Dhe i ke hasur me disa fragmente të tjera, të cilat janë bërë puzzle yt, dhe ka ndërtuar zona të tjera ku ka kërkesa të shumta, zona të tjera ku ka frikra të panjohura, zona të tjera ku ka, le themi, shumë pritshmëri ndaj teje, dhe të gjitha këto kthehen në lodhje, kur ti duhet ti plotësosh të gjitha këto që qëndrojnë bashkë, sepse kështu është mënyra e funksionimit, se si është vendosur më herët, dhe i tillë vjen dhe tani. Pra një mënyrë funksionimi e mësuar, pra unë duhet të bëj të gjitha këto që të ndihem mirë me veten, por kemi ardhur në një moment, ndoshta, ku po shikojmë, po kuptojmë që këtë puzzle-in neve duhet ta riformulojmë ndryshe, dhe ndoshta prej saj mund nxjerrim një foto tjetër tënden. Por që të bëhet kjo është diçka, le themi, jo e thjeshtë. Dhe prapë jam unë që do ta riformuloj. Prapë jam e vetme në këtë rrugtimin. Për ta riformuluar, është një angazhim prej teje, dhe kjo krijon lodhje, siç e tham, njerëzit e kanë vështirë të hedhin poshtë vitet e jetuara në një farë mënyre. Sepse për ta kaluar te faza tjetër, te kjo fotoja e re, ne praktikisht duhet të fillojmë ta zhbëjmë ato që është bërë. Dhe kjo është një tjetër, le themi, formë e guximit patjetër, për ta riformuluar edhe një herë, ku nuk ka kërkesa që presim, kërkesa cilat mund të më jenë nga ne, për shkak të historisë që ne kemi jetuar. Kërkesa nga ato që ti mund të kesh aktualisht, duhet të bëj këtë, ndërkohë që kur flet për ato që dua, ndriçojnë syt. Dhe Arova them që të shkruaj filma vetëm të rinë në një vilë bukur. Të shkruash. Po. Është bota ime ajo, fantazia ime të ndërtoj karaktere. Një vend intim i yti ku ti rizbulohesh aty sërish, rikrijon, dhe kjo i shërben patjetër fotos së re. Krijon botën time aty dhe krijoj gjëra siç dua unë, dhe është një unë e quaj një mrekulli që të shkruash dhe jetoj me personazhet e mia dhe ka dhe një gjë pastaj që kjo pastaj është jashtë terapisë, por që filmi për mua është e vërteta më e madhe, se aty thua gjëra që nuk i thua as këtu, nuk i thua dhe atje. Çdo gjë që ke dashur të thuash, ja jep një karakteri dhe thot ai për ty. Është më lehtë. Nëse unë do vazhdoja forever terapinë dhe të falenderoj shumë. Për mua ishte pak e vështirë ky procesi tani. Unë të falenderoj sepse e zgjodha jo më kohë terapinë ose këtë seancën e parë, sepse do doja që edhe njerëzit ta shihnin që nuk ka gjë. Pa dyshim, njerëzit që do të vinë në program do kenë frikë të dalin me dhe këtë duhet ja them njerëzve në fakt, sepse ne e dim. Juve ndoshta do të keni frikë që të dilni me portretin tuaj, ndoshta edhe në telefon do të keni frikë të dilni, por kjo është një mënyrë që unë sot krijova, që më vonë ta përsërisim, ndoshta nuk do të jetë unë si thua u bëra guinea pig, quhet, ai eksperimenti i parë.
Për të thënë që është okay të flasësh. Unë e di që shumë për ju shkërkoni endeni për të gjetur psikologun, për të gjetur një vend ku të flisni kur të ndani, dhe kjo mund të ndodhe edhe këtu. Mund të ndodhe një seancë të parë që pastaj mund të vazhdoj sipas gjithë suaj, ose te psikologu online, ose mund të vazhdoj ose jo, ose mund ta vazhdoni dhe me miqt, ose bërë në buzë të detit. Kjo është në varësi, domethënë, si të doni ju. Por nuk ka asgjë, dhe fakti që unë e bëra këtë, nuk është se kisha unë shumë dëshirë të flisja për nënën apo babain apo të përmendja ato gjëra, por unë e di që ka dhe shumë të tjera atje jashtë që kanë presione të mëdha siç kam unë. Ka shumë vajza, gra apo çuna shqiptar që arritu me presionin e të qenit e të mos dështuarit, me prindër kërkues në format e tyre, qoftë edhe pa folur. Kështu që e di që ka dhe shumë të tjera. Kështu që ndoshta kjo ju ndihmon juve, dhe seancat të tjera juve kur të vini në këtë program, të shkruani, të dërgoni letra, të telefononi apo të flasni me Skype, apo ndonjëherë qoftë edhe këtu dhe bashkë me Jonën. Mendojeni që e para shirimi juaj, ju çiroheni dhe keni një mundësi që të flisni, e dyta ju çironi edhe me 10 qindra të tjerë, të cilët do t'ju falenderojnë në heshtjen e tyre, në shtëpinë e tyre, t'ju falenderojnë sepse keni hapur një dritë të vogël atyre. Unë të falenderoj shumë, Jona. Faleminderit. Edhe ta ngre pak zërin, ta mbyll mirë, sepse programet e tjera do të jenë vetëm terapi, do keni me gjëra të bukura, kështu që falenderoj dhe publikun që paguhet këtu dhe paguhet më mirë se sa publiku i televizioneve. Okej, faleminderit. Ándale.